Ku kena me marrë mallin? Në veri. Dhe depoja kryesore në veri, Trim. Aha, po. Pedi. Qysh në veri? Në veri të shkitha? Ta natën të mënu për ato drejt shpale. Më një të 30.000 euro. Më sonte. Jo ma larkë se sonte, duhet mi pru parët për ndryshë nuk ka mo jeton, Flamur. E di që është. Edhe jem të njësi ashtë veni, bab, se s'ka trajtim këta. O bre? Mia sot vim, Flamur. Qysh? Sada mora treba da vide u istom zatvoru. Da ga ubija Ahmetom. Jetonet ju ka këtësu gjendja ka gjashon. Qysh bre me lu ka këtësu gjendja e kënej po më thu s'ka kur gjatë re. Ha? Qa ka jetone, po më kalëzën? Tha po ta tërgëj lokacionin Ardionit. Kujt? Ardionit. Mos i fiksu bredhe ti si shumë me Ardionin, ha? Do me vra? Shumë mirë. E qka mani? E vret, shkon në burg, kalbash në burg për një njeri si Ardiani që si avlen më marrë me ta. Hajde që është rrezik. Zban shëpytja. Kujtes. Ardian, çu. Kom, hajde. Hajde se dikush na ka i. Ku mëre, ku? Hajde çati e poshtë mikë, hajde ikom, hajde. Priti Marcel. O, jo se s'kina ku, po hec. Dyve në ardhi njëjti mesazh për njëjtin lokacion. Ku shon mami ken ata? O, ken familja jetonit. Ka pedin që është familja e tonit. Flamur. Unë do të flas me ta, okej? Beta? Po, vetë.
Pse? Ma mirë të rri këtu në kërë. Unë e kry. Okej? Okej. Allah kena ka që për një dërgesë. Sa të soba? 50 doza. Recno. Qa ki jo djali jem, qa po e ndësha në ekni? Kur qa venove që kam njësë më bo marak për jetonin, nuk është shikon e i sen tjetër. Pse brenon mu bo merak për jetonin? A i po shkon shqyqyr për Zvicër, jo në mjek të mirë i ndimojnë. Po, ka më bo mirë kjo smet në me, po. Sonte, po? Qka sonte? Po, a po shkon jetoni sonte për Zvicër? Po, në nësht, po. Po sonte njësit kjo smet, që është të u planit, ashtë të këshyrëm, no. Dërgesa është gati. Në rregull? Në rregull çka? Pagesa? Sa? Vlla ke di çmimet. Sa është doza? Si eri është 500 euro. Veç dije që erën tjetër kam ndryshu çmime. Në rregull? 25.000 i ki këtu. Okej. Veç të verifikoj. Ivane, šta radiš? Evo, došao neko čovjek za neke lijekove. Odlično. Ima neki vijest od Radomira? Nema nikakvu vijest, ali večeras kad završi ta posao. Odlično. Odmah da mi se javiš. Jedva čekam da me priljubijem. I Fljamur 100% će da pati. Dogovorno, gospodine. Koliko si prodao lek? 500 euro na dozu. Wow, odlično. Sviđaš mi se sad. Ali si mu kažao drug put nema da vidi ovu cenu. Naravno. Od nas si treba da platiš više nego to. Izađem da popušim jednu cigaru. Ajde, čao.
Djalia. Las pas ka unë bukuria. Gjithë je ka ndryshe ti. Më thajshe, nan, ti pedon ma shumë flamurin. Edhe unë e komenu është. O tash, po shoh se nana pedoj ke ato që është mas keshti. Dikush s'm kiznu. Nan, a ka diçka me hongër? Edhe kur s'ka pas, i vetmi e konë që nuk i ba shurë. Kur nuk më kidok fmi, gjithë më kidok si i madhë. I rritë para kohës, o pirë. Ka ma vështirë për një nanë me pa djallin kështu. Qo është në erti? Ako me një prap të më thirë nanë. Ti e hala djali jam i vogël. Hala më del para syve, kur i ki bo hapat e parë. Hala ma i mendë herën e parë që të kam pa kur më dole prej barkut tem. Pusha, djalje. Pusha. I qohu maj fort. Për mu, për nanën tane, për familjen tane. Pusha tash. Flamur, hajde shkëm se e kryto. Ecim. Atrim, ta shkoj mirë krejt. Po, gjithë që shkoj mirë, Flamur. Sa e more, sa pare e more dozën? 500 euro. Ta shna muj mi ashit lakit me 700, po? Po e, që shtu tha? Nëse na blenë 700 euro, i bjen që na me fitu 10.000 euro, Flamur. Dere dhe që fakt qysh? Qysh 10.000? Po dhe? Sa doza i more ti? 50 doza. Sa di unë laki tha 14 dush. Po më lajmëroj më tha mi mor 50. Mirë ro. Qa? Qka kitesh? Do unë shumë pare, Trim. S'na dalin, veç këto për jeton. E ndi, Flamur, e di që na dojnë edhe shumë pare. Po nuk është edhe keq me i fitu 10.000 euro për një natë.
Besoj se gjejmë edhe punë tjetër. Edhe i të bojmë ka daldalje. S'kemi çka me e botash. Ja, po që ashtu është. Qa u bu mërdash? Policia, Flamur. Po përsho që policia o trimba, ata që s'ka policni. Po, Flamur, që ashtu është, po kur nuk kanë kontrollu kënej pari patrolle policisë. Qetëso, nuk e di çka po ndodh. Trimi ka do me na marrë qafë trim. E qetëso. Veç edhe që kjo më desh trim. Flamur, qetëso. Ki besim në mu. Që me neve jam pëtoj munale. Flamur. Me neve kjo. Flamur, ki besim në mu. Ku është Flamuri, Abir? Ka dalë në me këtë shokën e jetonit, kanë dalë. Qish kanë dalë? Sante po shkon jetonin, vetë me ardhë me pa jetonin. Ku me di që shu bëhet, më nënë? Që shbohet puna? Vjen brënon, vjen, mëse bë më rak. Mëse të që Flamuri nuk e lem pa pa jetonin edhe herë. Ani djali, ani. Qa është këven, Amil? Qa ka me kanë, vëlla? Veni sigurt. Një fabrikën i shokut tem. Bili këtu me nej deri sot stukën gjakrat. Shpirtin këtë ma ke pru me që si vene. Bash ju m'lodh, bile një krevet i shkon më shtri. Ardian, nuk është njëherë mi menu punë të luksit. Njëherë për njerë du të me menu për sigurin tane. Që shti me ka një sigurt. E për që ka mujti me ndodhë sot. Na shta o mirë me ja përsëri që to fjallë vetës me jo mu. Pse bre vëlla, hajtë për çka më thonë, për çka? Qysh mërë qka te apet që kënë të mvro njerëzit mal? Ashtë detyre jam ja me rujt vetën, ashtë detyre jot ja më mrujt mu. Po edhe, atë rujta, po më s'ka shone, ku ishe kanë ti sot? Mel, se rrit zonin tash në laf po bojna, që po nervozosh. Po bre laf po, a më shumë bre Ardian jetu anë ku? Unë jam të mundu me bët pa mundurën për ty. Nuk pe vlerëson faktin që je vëlla me një vend shumë sigurt. Nuk jene farë du brave, ana i bërga, zoti e dit. Edhe ti nëse së më kupton, unë zdi ku shka më kuptu. Ti është lloja mërzitme që gjendje në ratit të në kohën. Kom nevoj vëlla me u kthy jetës tem, kom nevoj me u kthy bizneseve të mija. Hajtë mërë vëlla u myta që do ditë të thonë, meno diçka, meno na ide. Mimrama, Me mbravo, zotri polic? ka mundësi dokumenta t'ju lutëm? Po, pa tjetër. Qka po boj? A ki ide? Ki besim në mu? A ka mundësi t'hapni bagazhin, ju lutëm? Pse, ka nej probleme dokumenta? Jo, nuk ka probleme me dokumenta, është një kontroll rutin për kontraband. A ka mundësi t'hapni bagazhin, ju lutëm? Aha, po, nuk kemi në diçka me vete? Po, si do qoftë është një kontroll rutin për kontraband, ju lutëm, hapni bagazhin. Okej.
Në rregull është. Merri dokumenta dhe vazhdo. Ku me vazhdu? Por ku je nis? Po. Faleminderit. Natën e mirë, zoti polic. Natën e mirë. Qa bo? Po qka bo, falë mëne? Pështum, flamar, pështum. Qysh pështum? Shuj, flamar, se pështum. Qysh më pështum as i pa? Po, i preki. Ale qysh? Lasha nuk e diti se qka janë. Shuj, se mirë është. Ecë. Ivane! Reci mi, šta ima novo? Ivane, zašto držiš glavu dole? Šta ima novo, reci? Radomir. Ubije ga Ameta, jeli? Šta onda? Radomir je ubijen. Jam? O, Lucky? Trem? Qysh ka lut rrugës, a pat në i të lashë? Ja, qarë të lashë, mërë Lucky, e di që jam ekspert për këtë punë. Ja, e di për ty, e di. Besa, Trem, më të kalzu drejt, na kemi mungu pak. Ke bo mirë që e këthyn këtë farë pune edhe të kemi për që si lloj punësh. Kemi marru me dhe shofera tjerë. Një porësi dytën, për për do ishin gosht pianës. Lucky, e di që unë nuk di mira pianës. E di për ty, e di. Mallin e keni kontrollu? A gjithë në rregull? Po, në regullin, 50 doza. Shqeqër, ma në fond e theni lafti... Flamora, po? Hajde, apo ulemi pak? Jo, Lucky. Unë e Flamuri duhet me shku, kemi edhe punë tjera. Veç, ta krymë qatë pagesë edhe po ecim. Pagesën? Po i kemi edhe do lafe mi bo. Apo veni ulem? Qajni me pi? Hajtë po e pim ka një birë. Hajde. Majku mu jeme! Reci mi molim te, Ivan, kako je umro Radomir? Nemam nikakve informacije, šefe. Pa ti treba da imaš informaciju, ne ja! Ti treba da saznaš kako je umro Radomir na zatvor. Reci mi, hoću da se ponudim! Daj smiri se, šefe, te molim. Ne mogu! Reci mi da smirem, kako da se smirem? Radomir, naš čovek je umro, Amet je živ. Amet je živ, on je pobedio, zamisli, on je pobedio, ja sam ugubio. Šefe, i mi smo ga pustili čovjeka внатре da završi ta posao. I ja to ne možu da sačem, gospodine. Veruj mi. Daj smiri se, te molim. Ivane, reci mi, molim te, kako je umro Radomir? U ćeliju, u hodniku, u WC, gde i kad? U Ametom ćeliju. Šta? U Ametov ćeliju? Znači, Amet
Amet ga je ubio naš čovjek. Jedan starac je ubio naš čovjek. Zamisli, starac ubio naš čovjek, a ti si mi rekao da Radomir je jak. Ti si mi rekao, Ivane. I ja to ne možem da shvaćam, gospodine. Možeš da shvatiš, ti si pametan. Hoćeš da ti napišem. Hoćeš da se ponudim. Bože moj. Amet, vidi. Zovi ga ljudi, večeras imamo sastanak. Odmah! Ali ja treba da zovem njegov porodicu. Koji porodicu? Koji porodicu, Ivan? Sastanak večeras! Po najsa në Omel. Po qa me foli? Qa dush, veç fol diçka se që ke qëtësim hangër. Po ti bre, po menoj... Qa po menon? Me gjet, na i kanë... Me gjet bre na i njëre, mi ja qu familjes jetonit, po dikuj që ja kanë hatrin. Pre fillimit e ke pos që ti ide mi e qu gjëm, pos i Omel, se nuk dhez. Po qka është ide e mirë për ty? As një ide tjetër, nuk ka që të largon ty për arratis. Edhe... Unë e menej që parja kryn shumë punë, besëm. Ata ka nevoj shumë për pare. Parja ja më shelë sytë. S'pranojnë, Mil. Po me provu, Bardjan? Me provu. Unë e shkej folje me familjen tane, edhe ju bëj presion ko gjatë fort. Jo thot me gjithë nëj njeri që ja kanë hatrin në familja jetonit. Ja vepën paret me vete, ata kur të shkojnë, paret në tavolin, edhe zbutet situata. O Mil, kryt bre ma ke lodh me që ti ide, kryt ma ke lodh. Nuk dhez. Baba e me dim punë ma mirë se unë e ti. Me konë që kish boj, kish qu burra dhe i tash. Po nuk dhez, sidomos mas rostit mali, rostit fundit, hit se heq. Po hane bre, mirë, hajde. Qka po thu me bo? Zdi, Mil, se s'kam na ide. E pra atër, mas i zdin edhe s'ki ide, atër nga pra. Kjo është ideja ma e mirë. Po, qfar hamomi ma e mirë bese nuk dhez, o Mil? Nuk e pranojnë. Po ku pedin më re burrat ata që nuk pranojnë? Po pedi që se pranojnë, që ashtu pedi. Po që nashta pranojnë? O Mil, qeli sy se nuk të pranojnë. A njeri është i musht mlef neve, erdë në malë më navro, ti thu me qu gjenë. Jo, ta shemasa, po dojnë qështu kanë me pos. Një ka një ku mi bro. S'ka ma me qu gjenë kërkujna, hiq. Hej, para me do pikujna jem tu më shef une, Ardione që marrë o kam vjen prej bashkëpunëtorëve tonë. Jem tu më shef për një familje fukare. Jo, mo kërkujna me qu gjenë. Edhe jënë, për çka jënë të më akuzu? Për jetonin? Unë se kom gju jetonin. Shqipën, mund me thonë diçka, u ka në aksident. Ta shemas, nuk e prishi jetën tem për ta një ka një ku mi vro. Qëto e kam përgjigjen. S'du mo kur një jetë më mi përmen gjen. Apo nin, kur një jetë më së më thuj mi u qu gjen. Djem, po dhe e stregu, mirë të shku shumë. Dhe më thonë nëse vazhdojmë qështu, kam i shit këtë doza dimotjallës. Shumë mirë dhe ki. Besoj se mujna me të furnizu prap. Po gjithqysh. Ju thësha, është biznes i mirë. Së është në pyetje shneta. Shneta primare për njerëz, nuk ju dhimën. Jepim pare, sot të thojmë na. Receptina është për njerëz me kancer që s'kan zgjidhje tjetër, ata do të me pagu, sa thojnë na. Ju thësha që kena me bo pare për kësaj pune, ha? Po, dyshim e tyje. Ti e ma i madhin këtë biznes për burë. Qashtu është. Qka je ka rënë qështu pak? Ti flamora, po? Qka ki që po rënë qështu? Ha? Se qësh duhet me najtë ndryshe. Se ti po burri je këti jetonajtë se si më të pru me zërë. Po rënë që ti ma ke trokit derën për këtë punë, jo në ty. Në rëthona tjera nuk të kësha trokit derën kur. Aha. Qa pi bjen kjo? Që këmë ndru rëthona, ndronë edhe ti, ha? Ha? Laki. Kolega jem ka një situatë. E ka një problem familje dhe për që ta nuk është mirë me disponim. Hajde të lutem ta krymë që të punë për që kemi ardhe dhe na shihemi prapë ser që ki nevoj. Në rregull?
Hej! Pesmi u këmë bënë avans. Ti keni edhe 5.000. Qysh 5.000? E kena lonë 25, ku janë tjera? 25.000 i merrni kur të ma kryeni edhe një punë tjetër. Laki, nuk jemi marrë vesh kështu. E di që si mi morë vesh kështu. Edhe? Unë e letë është trim. E kryen tja të punë. Ma kryeni punën, veni i merrni edhe ato 25.000 edhe fitimin e kësaj punës tre. Laki, nuk është problem për punën nëse ti menoj se unë e kry. Ama nuk është nevojë me na nalë parët. Unë ta kry. Na dohet pagesa, shumë. Pjesa mja u nalë pagesën është garanci për mu. Laki, çfarë garancie po fol? Qysh më të besu në ty, tre maga. Që ty vish tekët e len këtë punë. Tani tekët mu këthy këthejesh. Që punë ka regullat trim. Edhe nuk jemo në rrethin e njerëzve të besushëm. Nuk dalë prej këtu i pa ato dreqpare. Bënu burë ma e fjallën për çka ke fol. Qështe? Fol qështe? Qështe? Fol qështe? Laki, qetëso mër burë. Shujti! Është hera e dytë që vjen në vend tem edhe më ofendon këtu. Herën e parë më ka rrej tavolinën. Tash po më thotë bënu burë. Çaj bjen kjo? Që unë s'jam burra? Ha? Më ta shkrep, stash në lullet ballët, më t'i qitë trut toka. Jam burë! Shkrepe. Shkrepe se s'kom qka upi më shumë. E ka menon që i tut në altia bune. Veç një sen më sarra, mos menon që i tut në altis. Se i kam dalë shumë herë për para, e kam pa dike me sy. Ngre e komen. Jepi. Jepi. Laki. Shkafet këtë dekte më rëtjale. Okej. Hej, Nor? Qa dole? A erdha? Se erdha? nuk më nejnë shpe dhe ma mërmenja që i këto. Ashtë vi. Shumë mirë. Shumë mirë. Sa me najnë shpe? Kur s'treja të shpe? Po da, nese. Qa bon dhe te? Atë një me nese? Jo, se... Dhe ashtu të që ka shtu bona i sanë. Të rëndësishme. Pa me të një me nese, në kështu shtu s'po më rrihet. Nors. Une u gëzova që erdhe ti tepër, u gëzova që erdhe ti, thash ta largoj pak. Menën prej punës, prej... Me najt me bo nej laf. Të qes një kafe. Qa bone te? Aj dash një janë, aj... Ke gjetë në ideal. Shumë je misteriose sans, kallëzën për vetën. Qa ka që s'ka? Gzim? Non? Gzim?
Çka bonon? Jetoni po niset përzicër. Edhe ata ti shkan thënë për të pare, unë nuk e kuptova, nuk e di çka ju. Shko, këshyr, lutem për jetë. Ani nonaj, moli ti më zuba marak se qesh ke këshyr. O, mirë jam unë e djadë, jam, veç shkoti. Mirë jam unë. Qële telefon nuk l'amor. O Mil! Që kjo është që do në shohën lirin tem! Hajde Mil, hajde! O Mil! Lakit kërkoj falje, se ai nuk I di do gjana. Ama si nuk ja qita trut të ogati. Jo. Nejse. Jo, ma mirë. Ka të zëmë të është qka në shpuna, qka do të me të kry punën ty? Trem, unë jam të e qelë një biznes të ri. Muzik live. Këngëtarin e kumë siguru, po që apo më vynë të është më mi siguru mu do bijat mira. Muzik live? Po. Nuk e pasan di që edhe ti frekuenton tonë këto vende? Biznes tash, Trem. Biznes. Nuk jam unë budal, nuk shkaju në kësi vena që ja pare për më mulla e në tavolinë, e mësë me bo kur gjami to. E këqyri ku është parja që tu investoj. Aha, okej. Po, qka mune me të një muni ty? Këtu, ti mund është me mi gjetë mu do bija të mira, klasit parë. Që kur ti ullet aja mështerisë në tavolinë, më ndalaj me gjepa fat për atë. Qësi? E ke fjallin për muzik live natën, edhe që sillen do femra aty, apo? E thjeshtrim. Vesh që më vynë ti është me mi gjetë do femrat klasit parë, thash. Naj bugare, naj macedonkë. Veç, edhe shqiptare banë, nëse ka. Aha. Ka kohë laki që nuk merra me këtë biznes, edhe nuk e di që shkojnë këto punë. Sigur tash I gjanat kanë ndryshu. E di që ma, nuk merë është I me atë punë, po kanë vetë naj kontakt. A nashta edhe aty e ke hu besimin. Po nuk I di as çmimet, sa shkojnë, tek shkojnë. Nuk jam rrjedha ma në këtë biznes. Edhe nuk e di a punojnë a halata njerëz qatë punë. Nuk besoj se mune me të një mu. Trem, do është me provu një herë për me dita mund është më një mua ju. Për ty është e thjesht. Në kovë dikosh që mundet më një mund këtë punë jeti. Por nëse dënë ti. Po po laki, ja për ty, ja për kam, po... A më le me provu? Që kjo? Ama... Pagesën dushme ne dohen sante, se na dohen shumë. Ti më njem. Ti e din që unë nuk foli 2 herë për një punë. Përveç këti dosti tanë që 2 herë jem të e falë. E di, laki, e di. Je ka dzu shumë I matën. Shpak. Alo?
Qa vona? Kallëzëm diçka për ta? Për flamurin, a? Po dhe. Qa është puna ti? Se kështu s'po doke që puto të kollaj. Ka gjë një kalumi interesante. Kisha me thonë edhe vështirë. Qka është? Është e vërtet që ka po vdekjen disa herë me sy. Po atë njësë për në Gjermani në zezë me shku. Edhe në zonjë Subotic, e arrestojnë. Edhe prej që aty fillojnë çdo gjë për ta. Mas e arrestojnë, qëllon një komandant aty, i cili e shantazhon gjatë gjithë kohës, e maltreton psikikisht, edhe kërkon rishfet. Masa ne del që ky komandanti ka qenë luftë në Kosovë, e maltreton babën e flamurit për shkak të aktiviteteve të tij gjatë luftës. Çka ban ky komandanti? Flamurin e mban gjatë kohë në burg ilegalisht. Derisa një ditë e vendos me largu prej aty, edhe me qumë një vend tjetër. Këtë këtë histori, përshihet në lojë edhe një inspektor i policisë, i cili po ashtu i kërkon rishfet. Derisa një ditë Flamuri vendos me vrojë inspektorin e policisë edhe policin. Komandantin? Nuk dihet. Nuk dihet për komandantin. Krejt që ka dihet është se edhe komandantin e ka plagos shumë ranë. Më thonë, kjo ka i tipi. Son kum një për këtë rast. Po, nuk kum besu që ka pështu gjallë. Qysh, e pështu gjallë prej Serbisë. Së është njëri tyne? Jo, Laki, jo. Këta familjarisht kanë hek prej komandantit. Baba në luft, djali mas luftës. Edhe nuk ka logjik që ky mu ka njeri i tyne. Që shka logjik? Shqiptar, mi vra 2-3 veta atje polic në Serbi, edhe me është në mirë. Laki, masane ky ka përfundu në malë disa ditë, derisa e ka gjenë një shqiptar. Ai shqiptari i cili i ka bojt disa njerëz për Hungari, për Subotic. Edhe kur e ka gjetë pa vetije. Histori filmi, ha? Bash film.
qyrë zote që herce. Jetonën e kam bo gati, Flamur. Veç parët për na vujnë dhe për nisim për zvizër këshmet. Ama t'ja që e parët, Flamur. Flamur, am i parët. Flamur. Veç se dhe të mika. Shkon fresh të mi, po me atë parës, nuk mu i meni se u Flamur ku jem parës. Flamur. Ku jem parët, Flamur. Flamur, ku jem parët, Flamur. Am i parët, Flamur, 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 ku jem parët. Braćo, danas je tužan dan za nas. Naš brat Radomir umre. Poginuo je na heronski način. Umro je? Kad? Zašto? 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 I ja sam pitam sam sebe. Zašto? Umre i bit će heroj u Beogradu. Pravit ćemo spomenik našom bratu Radomiru. Kako je umro? Umre od rukom Albancima. Taj Albanac živi u Kosovu i Metohiji. Mnogo je teško. Mnogo je teško vidjeti naš brata ubije od neprijatelja Albanci. Kako ćemo do njih? Mnogo je teško. Ali ja sam razmišljao dobro. Kako ćemo do Ahmeta? Prema njih čoveka. Prema njih. Treba da se osvetimo. Treba. I to odmah. A kako? Kako? Ja sam našao jedan drugar koji on će da nam pomogne. Kako ćemo to? Ahmeta. A ko je taj? Dozvoli mi da vas predstavim čovjeka koji će nam pomogne. Taj je Granit Beriša. Ovaj će da nam pomogne.